Ja çfarë ndodh trupit tuaj nëse pini kafe me stomak të zbrazët. Kafeja mund të ndikojë shumë në shëndetin e njeriut e disa studime tregojnë se nëse konsumoni kafe çdo ditë, do të keni më pak risk nga sëmundje të ndryshme. Kafeja përmban vitamina dhe minerale të cilat mund t'i shtojnë organizmit tuaj. Ndoshta nuk e dini, por konsumi 3 deri në 4 kafe në ditë mund të përmbush nevojat tuaja të duhura për vitamina dhe element ushqyes. I jep shumë përfitime të mëdha për trupin tuaj, por kjo nuk do të thotë se duhet ta pini me stomak të zbrazët dhe në mënyrë të veçantë pa ngrënë në mëngjes. Konsumi i kafes në stomak të zbrazët çon në lëshimin e acidit kloridrik brenda traktit tuaj tretës. Kur hani diçka të rëndë mund të shkaktojë probleme me stomakun. Kur proteina nuk dekompozohet plotësisht, ajo mund të çojë në probleme të tjera si inflamacione të zorrëve, acarime, madje edhe problemeve të zorrës së trashë. Ndaj, nëse pini kafe, sigurohuni të mos e konsumoni atë me stomak të zbrazët.